mbështetjen e prej komunitetit, prej popullin e Kosovës. E mendoni që vetëvendosin vetëm pra si subjekt politik shqiptar, apo vetëvendosin me ndonjë subjekt tjetër shqiptar që do të ishte një koalicion më i madh që do të kishte edhe komunitetit? Po patjetër, unë mendoj se me këtë numrat jemi gjithsej 58 ose 59, ka nevojë edhe 2-3 votat që të ketë qeveria me 61 ose me 62 votat. Edhe mbetet që të shikohet mundësi që të krijohet një qeveri bashkë edhe me do parti të mëdha. Nuk e di a mundet, por a e preferoni një gjë të tillë? A mendoni që do të ishte më e fuqishme? Po patjetër, për Kosovën kisha qenë më së miri. Do të që një koalicion të ishte me më shumë numra? Me më shumë numrat, sepse ju vetë e dini në cilin situatë është Ballkani ose në cilin situatë është në Evropë edhe në Ballkan, edhe në botë, do të ketë një qeveri më stabile, por na 4 vjet i kemi punu edhe me një qeveri stabile, ku i kemi pas 63-64 votat, edhe kemi arrit që me sukses të përfundojmë 4 vjet në qeveri. Mund të ketë edhe qeveri, por ju e dini për vitin e ardhshëm do të ketë zgjedhje e presidentit, ku kemi nevojë për 80 vota, ashtu që duhet të mendohet edhe në zgjedhjen e presidentit të ardhshëm. Qartë, në të kundërtën damka do të ishte një qeveri për një vjet, kjo kam përshtypje. Kështu po i bie. Nuk e di që ose nuk e mbështet partit të mëdha PDK ose LDK, do të jetë zgjedhje të parakoshme. Do të ketë zgjedhje të parakoshme pas një viti, ndërkohë që ju thatë 58-59 mund të jenë votat aktuale. Pra i bie me komuniteteve që ashtu po shihet. A i bie që gjithë komunitetet e mbështesin sipas informacioneve që i keni ju? Po besoj se kanë me mbështet, se nuk është interesi as komuniteteve, as Kosovës të shkohet zgjedhjet parakoshme ose të shkohet sa më shpejt në zgjedhjet. Nuk është interesi as komuniteteve as Kosovës. Duhet të ketë një qeveri. Duhet të ketë mas pak një vjet. Mund të ketë kërkesat veçantë, për shembull të ketë ministri të veçantë, komunë të veçantë, kështu u tha, sa du spekulua. Jo, unë nuk e di, janë kërkesat e deputetëve tjerë ose partitë bosnjak edhe tjerë. Besoj se ato kërkesat cilat janë i mundshëm të plotësohet, do të plotësohet. Por krijimin e një komune i ri është shumë vështirë për shkak se nevojë të 2/3 në kuvendin e Kosovës, është ligji i ri, ashtu që është pak abstrakt në këtë moment. Dhe nuk besoj se mund të plotësohet ai kërkesa, por kërkesa tjerat unë besoj se mund të ketë plotësimin për shkak se ka shumë hapësirat ku komunitetet mund të kontribuojnë për të mirën e Kosovës. Do t'i jap hapësirë edhe mysafirëve këtu në studio komentat